përja filloj me pyetjen e parë. Pyetja e parë është si po e përjeton sot besimtari Ramazanin në një kohë të mbushur me stres, teknologji dhe ritëm të shpejtë jetese. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar. Ramazani se si po përjetohet pra në këtë kohë të një zhvillimi të madh teknologjik, ku secili prej nesh ka nga një smartphone, një telefon në xhepin e vet, edhe tash edhe këtë ligjëratën që do ta mbajmë unë ti, ai e nxjerr telefonin e mundet me dëgju, me kthy, me dëgju edhe një herë. Pra na është imponuar kjo teknologjia sotme, mirë po Ramazani është muaj i Kuranit, është muaj i qetësisë spirituale, shpirtërore. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pra ky është muaji i Ramazanit në cilin ka zbrit Kurani, që është udhëzues për njerëzit. Që edhe pse është zhvillu koha, teknologjia, kanë arrit, me shkuem në hanën, mbi hanën, planetet ndryshme, me studiu astronominë dhe fizikën e teknologjinë e kështu me radhë, prapse njeriu ka nevojë për mbushje shpirtërore. Njeriu ka nevojë për mbushje shpirtërore dhe vet argjerimi, fjala argjerim pra siyam, është pra për mbushje shpirtërore, jo lëndore, ushqimore. Ja ayyuhalladhina amanu, thot Zoti në Kur'an, o ju të cilët keni besu. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. U është obliguar pra agjerimi, sikur se ishte obligim edhe për gjeneratat e kalume, kështu që të bëheni të devotshëm, la'allakum tattaqun. Pra, ku final është kush? Është devotshmëria. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum, thot Zoti në Kur'an, më i ndershmi, më i privilegjuari në shoqëri, pra është ai që është i devotshëm. Po fjala devotshmëri çka do të thotë? Shpesh herë njerëzit takvon devotshmërinë, kanë thonë është me koni sinqert, është me koni i urtë, është me koni sjellshëm. Jo, nuk është vesh kjo. Nuk mjafton vesh kjo. Devotshmëria është për kushtim. Pra, tash është muaji i Kuranit, po. Sa njerëz e kanë lexuar, sa kanë filluar me lexu hatmet e Kuranit, ha? Sa janë tu mësu Kuranin, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, më i miri për ju është ai i cili mëson Kuranin dhe ua mëson atë dhe të tjerëve. Po. Domethënë, çka do thotë kjo? I nxit. Po. I nxit që ta mësojnë edhe mos të harrojnë këtë fjalë të bekuar të Zotit. Pse ta mësojnë këtë fjalë, shtrohet pyetja. Që të kemi mbushje shpirtërore, të jemi më të qetë në jetën tonë të përditshme, në këtë jetë me këtë shpërthim të madh të kësaj llave vulkanike teknologjike, pra ne të kemi një jetë më të qetë. Sepse sa më shumë zhvillohet teknologjia, njeriu më shumë stresohet, se jeta bëhet më dinamike. Pse thonë, për shembull, sot përpara thoshin haxhite, pleshte, thoshin përpara ka pas lezet Ramazani. Kena shku, kena ble bukën, kena bë bukën në shtëpi, tash e blejnë, po dikur kanë bërë në shtëpi. Nona tona ka ardhur era bukës. Pra ke pas një lezet kur të ka ardhur një musafir për Ramazan të shtëpia, ta ka çel derën dikush se musafirit vjen me bereqet. Sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë, kush ka besu Allahun dhe ditën e gjykimit, pra le të nderoj musafirin. Sepse nëse ne nderojmë musafirët, Allahu na nderon ne dhe me lajket luten për ne. Pra në këtë ritëm të shpejtë jetese, ne duhet përkushtohemi tek libri, Kurani famlar, të ndajmë pak kohë që qetësohemi shpirtërisht. Prandaj edhe ky muaj është muaj i cili na forcon për 11 muaj të ardhshëm. Pra, ky është një muaj
akademik që na forcon shpirtërisht dhe edhe imanisht, pra në aspektin e imanit, besimit, sepse kur thoshin përpara të moshuarit iman do të me maj, e mban, e mban. Pra në gegnishtën tonë të pasur, të laurishisë së fjalës, e mban Ramazanin. Dhe përpara thoshin, për shembull, burrat në Llak ose në Gollak ose në Drenicë ose në Tropoj ose ata burrat në për katunat Prishtinës, Rimanisht ose atje, thoshin a e mban Ramazanin. A kupton ajo? Pra, edhe iman do të thonë e mban besimin, e mban beson te Zoti, e fal namazin, jep zakatin, jep sadakan, agjeron, ndalet nga epshet gjatë ditës, ndalet nga ushqimi, haja dhe pija, vetëm për hir të Zotit, mirë po edukon shpirtin e vet, se Zoti s'ka nevojë për gjinimin të mas tonën. Kjo është. Faleminderit.